Po i uron mirëseardhje. Ministri i drejtanishëm për marrëdhënie ndërmjet bashkësive Ivan Stojlković i alëroi Kolltukun ministrit të ri nga radhët e Vlen Agon Ferrati. I tha se ka qenë shkurt në këtë pozitë dhe porositi t'i vazhdoj punët e tij. Kratko време ќе некои работи кои сме ги започнале, кои ќе останат на нас. Sasho Klekovski, drejtori i drejtanishëm në Fondin për Sigurim Shëndetësor, vjen në krye të mantelbardhave në vend të Azir Aliut. Ai lavdëroi punën e paraardhësit të tij dhe tha se do të ndërtojë mbi atë që është arritur tashmë, duke u përqendruar në të njëjtën kohë në sfidat që kërkojnë zgjidhje urgjente. Jeton Shasivari mori detyrën e ministrit të drejtësisë, i cili vjen në vend të Igor Filkov. Shasivari theksoi se do të punojë me përkushtim, përgjegjësi dhe transparencë, duke u fokusuar në avancimin e sundimit të ligjit, forcimin e pavarësisë dhe efikasitetit të sistemit gjyqësor, si dhe rikthimin e besimit të qytetarëve në drejtësi. Sedat Sulejmani ishte zëvendës ministër e tani u avancua në ministër duke dalë në krye të kulturës në vend të Zoran Lutkov. Në Facebook shkroi: "Na pret shumë punë për artin dhe kulturën, konsolidimin e institucioneve kulturore dhe përkrahjen e krijimtarisë, artistëve dhe krijuesve të rinj." Njëjtë edhe Gjoko Velkovski u avancua nga pozita e zëvendës ministrit në krye të dikasterit të politikës sociale, duke zëvendësuar Fatmir Limanin. Gjatë pranimit të mandatit, Velkovski shprehi prioritetin që, siç tha, do të jetë përmirësimi i sistemit të mbrojtjes sociale, rritja e mbështetjes për familjet, zbatimi i masave të zhvillimit demografik dhe krijimi i politikave që do të ofrojnë kushte dhe perspektiva më të mira për të rinjt. Në kabinetin qeverisës vjen edhe ministri i ri bujqësisë Borço Serafimovski dhe ministri paresor Erxhan Demir. Qeveria e përmbylli procesin e rikonstruimit qeveritar, duke plotësuar përbërjen e kabinetit me emërtimin e ministrave të rinj në disa dikastere. Sipas kryeministrit Kristian Mickoski, ndryshimet janë bërë për të rritur koordinimin ndërinstitucional, për të përshpejtuar reformat dhe për të përmbushur angazhimet në fushat e ekonomisë, sundimit të ligjit, investimet dhe integrimit evropian. Nga ana tjetër, opozita kritikoi rikonstruimin, duke vlerësuar se ndryshimet janë politike dhe nuk adresojnë sfidat kryesore me të cilat përballen qytetarët.